Ka fjalë që nuk duhet të na dalin nga goja, jo sepse janë gënjeshtra, por sepse hapin dyrë në zemra të gabuara. 7 gjëra që nuk duhet ja thuash askujt, sepse heshtja nuk është dobësi, por mbrojtje nga qielli. Pasi të më dëgjosh deri në fund, ndoshta do të kuptosh vetveten. 1. Mos fol për ëndrat që të dha Zoti. Kur Zoti mbjell një ëndër në zemrën tënde e bën fshehur, si një far që mbyllet në tokë, duhet të zë rënje përpara se të dalë në dritë. Por ne shpesh nga entuziazmi apo pasiguria, gutemi të flasim për atë që ende nuk ka marrë formë. Dhe kështu pa filluar ende që të lulëzoj, ëndra fillon të goditet nga fjalë dyshuese, xhelozie, ironia apo pabesie, sepse nuk janë të aftë për të parë atë që të tregoj Zoti. Ky është gabimi ynë. Kërkojmë konfirmim nga njerëz që nuk dëgjuan së brendshmi thirrjen që dëgjove ti misioni yt nuk ka nevojë për publik, ka nevojë për rënje që hidhen në errësirë, me heshtje dhe besim. Nëse të dha Zoti një ëndër, ruaje si mister të shenjtë. Fol për të vetëm tek ai që ta dha. Plani yt është si një embrion. Kur të vi momenti do të shfaqet dhe më pas. Askush nuk do të mund ta prish dot. Deri atëherë, fol më pak dhe lutu më shumë. 2. Mos fol për veprat dhe sakrificat që bën. Në botën ku jetojmë kemi maninë të tregojmë dhe të fotografojmë gjithçka që bëjmë. Kjo formë jetese ka ndërtuar një kurth për jetën tonë private shpirtërore. Duam të tregojmë veprat për të siguruar që jemi njerëz të mirë, apo të aftë, por fryma e Zotit nuk banon tek ekspozimi. As nuk prehet në shpirtëra që japin për të dëgjuar. Prehet tek ata që ofrojnë dhe më pas harrojnë që kanë ofruar, që flijohen dhe nuk mbajnë shënime. Sepse nëse qielli e pa, pse duhet tua themi njerëzve? Kur bën diçka të mirë dhe ndjen nevojën ta thuash, ndal. Pyet veten nëse dëshiron të kënaqësh Zotin, apo të ta admirojnë njerëzit? E majta thot Zoti, mos shikoj se çfarë jep e djathta, jo sepse fshihemi nga bota, por sepse jeta shpirtërore ushqehet nga misticizmi. Vështrimi i Zotit nuk shkon atje ku ka zhurmë, por atje ku ka zemra të përullura dhe të paqta. Nëse flet për të mirat që bën, do të marrësh një pagë në materie, nëse jo, atëherë merr një shpërblim që askush nuk e shbën dot. Zemra që jep pa kërkuar, që flijohet pa bërtitur, që ofron dhe i kthehet lutjes, duhet të jetë prototipi. Mëso të bësh të mirën dhe të mos flasësh për të, sepse drita shkëlqen pa zë. 3. Mos fol për problemet personale dhe familjare, apo për martesën. Ka fjalë që mund të thuhen në dhimbje, në zhgënjim, në inatin e momentit, dhe kështu ke hapur dyrë në vesh që nuk duan realisht. Duke folur për problemet e familjes tënde në njerëz që nuk e njohin shpirtin e saj, krijon plagë të padukshme, që rrjedhin gjak në veshët e atyre që dëgjuan ato që nuk duhej, edhe kur brenda familjes të jesh i qetë. Inati largohet, dashuria kthehet, por fjalët mbeten dhe ata që i dëgjuan, rrallë herë i harrojnë. Misteri i martesës është i shenjtë dhe familja është tempull. Kur flet për problemet e familjes tënde pa dallim, nuk je duke kërkuar ndihmë, veç se ekspozohesh, sepse ata që të dëgjojnë nuk janë shërues, ata janë thjesht kureshtar, disa edhe xheloz. Kur ke tension, jepi zgjidhje brenda familjes. Fol me njeriun tënd dhe nëse nuk mundesh, fol më parë me Perëndin. Lutja shpesh të thot gjëra që nuk mund të t'i thot as miku, as farefisi, as psikologu, sepse fryma e shenjtë nuk hyn për të fajsuar njërin apo tjetrën palë, por hyn për të shëruar. Nuk është dobësi të heshtësh, përkundrazi është forcë shpirtërore. Nuk është misticizëm të mos i thuash të gjitha. Është mençuri. Mbaje shtëpinë të pastër nga kuriozët. Gjërat e shenjta nuk i ndajnë, i mbrojnë. 4. Mos fol kurrë për ato që të thot Perëndia në lutje, ato që të mëson, sepse nuk ndahen fjalët e shenjta me botën jashtë. Kur të flet Zoti, nuk ta thot që ta proklamosh, ta thot që ta jetosh, që ta mbash, ta perceptosh, ta kthesh në frut. Zëri i Perëndisë është përshpërim, nuk ndahet me të tjerë. Nuk ka nevojë për argumenta, është bindje. Kërkon durim dhe një ditë shfaqet plot dritë dhe të jep vetbesim dhe të mbush për të ecur më tej. Nëse këtë e ndan me njerëz, ata do të ngarkojnë me dyshime, hamendësime dhe do e përkthejnë atë si rastësi. Nëse Perëndia të ka folur, mbaje brenda vetes, kyçe në zemër dhe mendje si thesar të vyer. Mos kërko konfirmim nga njerëzit. Kur ajo që të ka ndodhur është dhuratë Perëndie, dritë në mes të errësirës dhe kur të vi ora për ta ndarë me të tjerë, do e kuptosh, lëre të ta hap derën Perëndia dhe jo entuziazmi. 5. Mos fol kurrë për planet e së ardhmes. Kur njeriu bën plane, shfaq veten, zbulon ëndërrat, shpresat, pasionet, ambicjet e tij.
por kur fillon të flas pa kriter për të ardhmen e tij, rrezikon të hapë dyert e xhelozisë dhe konfuzionit. E ardhmja është një vend i shenjtë që nuk na përket ende. Nuk e kemi shkelur, nuk e kemi jetuar. Nëse Perëndia të jep një shkëndi për të planifikuar diçka, mos e ndaj me të tjerë, janë të aftë të ta shuajnë zjarrin që ke brenda vetes, të bëjnë të pafuqishëm. Fjala e dobëson fuqinë, dinamikën e çdo kujt, zhurmazhduk thellësinë dhe saktësinë e fjalës që kemi brenda nesh. Zakonisht hapat më të suksesshëm që bëjnë njerëzit janë ato kur nuk than asgjë tek askush. Mëso të heshtësh dhe lëri gjërat të flasin në orën e tyre. Nëse ke plane, mos lër entuziazmin të bëhet kurth i mburjes. Jepi prioritet forcës së heshtjes, që është protektori më i mirë në botën ku jeton. 6. Mos fol kurrë për paratë dhe pasurinë që ke. Çështja e parave është ndoshta më delikatja nga të gjitha. Jo sepse paraja është diçka e keqe, por sepse forma si e menaxhon zbulon zemrën tënde. Kur flet për anën tënde ekonomike, edhe kur ke pak, edhe kur ke shumë, ekspozohesh tek të tjerët. Dhe të kujtoj se është mashtrim të besosh se të gjithë gëzohen me gëzimin tënd. Dhe jo vetëm kaq, por paraja shton antagonizmin, pasione të fshehura tek të tjerë. Kujdes kur thua bleva këtë, mora atë, nxora kaq, nuk po infomon dokënd. Thjesht po krijon mjedis rreziku. Zoti të dha punë, bekim, progres. Lavdëroje atë dhe mos u shfaq në publik me mburje. Kur flet për pasurinë që ke, shkakton xhelozi. Të shikojnë edhe sy që nuk i sheh. Trazon shpirtëra dhe mendje jo dashamirës. Paraja nuk është mëkat, por ekspozimi i saj hap derën drejt mëkatit, krenarisë, distancimit nga të tjerët. Kush ka besim në Zot nuk e ka të nevojshme të tregojë asgjë, sepse siguria e jetës nuk është sa ke, por kush të mban. Sa miqësi janë prishur nga paraja, sa familje janë shkatëruar për pasuritë. Ruaje bekimin që ke me mençuri, ato që ke, ti dha Perëndia, mund t'i humbasësh brenda një dite, por mund t'i shumëfishosh brenda një nate. 7. Mos fol kurrë për jetën tënde shpirtërore. Kjo është pjesa më e shenjtë e ekzistencës sonë. Janë orët që kalojmë në qelinë e shpirtit tonë. Atje na shikon vetëm Perëndia. Kur fillon të flasësh për jetën shpirtërore, për betejat e tua të brendshme, pa dallim dhe pa shkak, ekspozon pjesën më të vyrë tënde, shpirtin. Për jetën tënde shpirtërore duhet të flasësh vetëm atëherë, kur eksperienca jote mund të shpëtojë një jetë, a një shpirt njeriu. Dhe në fund dua të them sërish se heshtja është mençuri qiellore, që shndërrohet në protektorin tënd. Sa më shumë të heshtësh, aq më mirë do dëgjosh Perëndinë, po aq më mirë do të kuptosh njerëzit. Në një botë të zhurmshme, në një botë që flet pa u menduar, njeriu i Zotit spikatet mes heshtjes. Ka sy që nuk duhet të të shikojnë, ka vesh që nuk duhet të të dëgjojnë, ka fjalë që nuk duhet të thuhen. Mençuri nuk është të flasësh pa fund, por të dish kur të heshtësh. Mast Channel. Please subscribe.